Do të divorcohej të enjten detajet ronditëse nga vrasja e 44 vjeçares shqiptare në Greqi, çfarë ndodhi brenda banesës. Detajet e zbardhur pas vrasjes së 44 vjeçares shqiptares Mameço në zonën e Rodopit në Greqi, ku bashkëshorti i saj, 53 vjeçari Bujar Meço, dyshohet se e goditi me thik brenda banesës. Ngjarja ndodhi pas ditën e të mërkurës në 26 gusht në vend banimin Djalambi. Sipas informacioneve, 44 vjeçaria u godit në qafë, ndërsa në banesë ndodhej vajza e çiftit 16 vjeç. Pas sulmit, djali 19 vjeçare mori nënën e plagosur dhe e dërgoi në urgjencë në spitalën e Komotinit. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ajo nuk mundi të mbijetonte. Në vend ngjarje janë sekuestruar 2 thika, ndërkohë 53 vjeçari dyshohet se tentoi të vetvritej pas krimit. Ai kishte konsumuar një sasi të panjohur lëngu që dyshohet se mund të ishte pesticid ose vaj, si dhe kishte shkaktuar plag sipërfaqësore në bark me thik. Aktualisht ndodhet në spital në mbikëqyrjen e policisë dhe jashtë rrezikut për jetën. Esma kishte vendosur të ndahej. Një detaj i rëndësishëm në hetim është bërë publik nga avokatja e viktimës, Evangelia Kola. Sipas saj, Esma kishte marrë vendimin për të divorcuar nga bashkëshorti dhe kishte kontaktuar avokaten vetëm një ditë para vrasjes. Takimi për të nisur procedurat e divorcit ishte planifikuar për ditën e njëjtë, por 44 vjeçaria nuk arriti të shkonte. Avokatja ka deklaruar se Esma kishte përjetuar dhunë në familje prej vitesh dhe kishte raportuar më herët raste të dhunës, përfshirë një episod në Kret në vitin 2022 dhe një tjetër në Komotini. Hetuesit po shqyrtojnë mundësinë që xhelozia dhe veprimi për divorc të kenë qenë ndër shkaktarët që çuan në konfliktin fatal. Esma punonte sezonalisht në Thasos dhe ishte kthyer në Djalambi për të qenë pranë vajzës së saj, e cila festonte 16 vjetorin në 26 gusht. Pikërisht në ditën e ditëlindjes së vajzës, festa familjare u kthye në një tragjedi. Ndaj 53 vjeçarit vjen procedimi penal për vrasje, dhunë në familje dhe shkelje të legjislacionit për armët. Hetimet pritet edhin dritë mbi minutat para sulmit dhe dinamikën e saktë të krimit.